Ditën e djeshme, Elsa Lila rikujtoi një ngjarje që sipas saj ishte e padrejtë, duke theksuar se një person u bë i famshëm sërish fal saj. Edhe pse nuk përmendi emra, të gjithë e dinë se po fliste për artisten e njohur Albina Kelmendi. Teksa ishte e ftuar në Mirëmbrëma yje, Elsa u ndal te raporti vjetër me Albinën, duke e përmendur indirekt por pa ja thënë emrin. Nuk e bëra skandalin për të mos e bërë për herë të dytë akoma më të famshme atë njeri që e bëra në vitin 2014 me duart e mia, me diturin time dhe me artin tim, i njëjti person. Në fund ajo tha një paralajmërim të fshehtë, të kenë pak kujdes edhe gjykatat sepse funksionojnë kur duan. Hakmarrja është një pjatë që shërbehet e ftohtë. Deklaratat e Elsës kanë hapur sërish debat në publik, duke rikthyer në vëmendje një nga garat më të komentuara të viteve të fundit. Elsa Lila dhe Albina Kelmendi ishin në garë për fitore në festivalin e këngës në vitin 2022. Elsa Lila rrëmbeu çmimin e parë të juris, ndërsa Albina të dytin. Megjithatë, votimi i publikut ishte ndryshe. Albina dhe familja e saj përfaqësuan Shqipërinë në Eurovision, por jo vetëm kaq, dy këngëtarët njihen prej vitesh.